Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani mjaltë, por nuk e dini se çfarë i ndodh zemrës dhe trupit kur e hani para gjumit. Shumica prej nesh jemi të vetëdijshëm se mjalti mund të përdoret për të luftuar ftohjen edhe për të hidratuar lëkurën, por ndoshta nuk jeni të vetëdijshëm që shkencëtarët e konsiderojnë atë super ushqim për shkak të vetive shëruese që ai ka. Kombinimi i mjaltit me ushqime është i shijshëm dhe i shëndetshëm, por nëse konsumoni vetëm një lugë mjalt para shtratit dhe e lini trupin të absorbojë më mirë, ju do të befasoheni me mrekullitë që do të ndodhë në shfaqjen e përfitimeve për trupin tuaj. Në këtë video do të listojmë disa prej gjërave që ndodhin trupit kur filloni të hani një lugë mjalt para gjumit. Do të bëni një gjumë më të mirë. Mjalti përmban një nutrient që quhet triptofan, hormoni i cili ndihmon në relaksin dhe ju jep trupit sinjalin se është koha për të fjetur. Ndonse trupit i nevojitet ky aminoacid, trupi nuk e prodhon në mënyrë natyrale, andaj duhet ta merrni atë duke konsumuar ushqime si mjalti. Ju ndihmon të ulni shtypjen e lartë të gjakut. Pasi që shtypja e lartë e gjakut është faktor që kontribon në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër, mirëmbajtja e shtypjes së gjakut është të kyçe për shmangjen e komplikacioneve të ndryshme. Mjalti përmban antioksidant, të cilët janë dëshmuar se zvogëlojnë kështu shtypjen e gjakut. Do të ulët trigliceridet. Trigliceridet janë një lloj yndyrës që gjenden në gjak. Niveli i lartë i yndyrnave nënkupton rrezik më të madh të zhvillimit të sëmundjeve në zemër dhe diabet. Fatmirësisht mjalti është i ndërlidhur me zvogëlimin e nivelit të triglicerideve në trup. Ai ju forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Mjalti është i pasur me agent antioksidues dhe antibakterial, të cilët ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke u bërë më fort në luftimin e infeksioneve që shkaktohen nga mikroorganizmat si bakteret, kërpulla dhe viruset e shumta. Yndyrnat fillojnë të digjen më shpejt. Mjalti mund të shpejtojë edhe metabolizmin duke prodhuar efekte termologjike në trup. Kjo nënkupton se rritet qarkullimi i cili është rritur temperatura e trupit për pak dhe kështu ju ndihmon të digjni yndyrat pa u përpjekur shumë, citon Health.com. Hipokrati, babai i mjekësisë, citon se mjalti është një nga produktet më të mira që duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Mjalti konsiderohet hipoalergjik, madje edhe grashtatzana dhe gjithënse lejohet ta konsumojë në mënyrë të moderuar. Një lugë mjalt padyshim që nuk do të dëmtojë njerëzit aktiv, të cilët kanë një indeks normal të masës trupore, citon Elementi mikrobiologu në intervistën për agjencinë ruse të lajmeve Novosti. Ai mund të ulë gjithashtu edhe shanset për zhvillimin e problemeve të ndryshme të trupit, ndaj siguroni që mjaltin ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që do t'i ofrojë trupit. Vlerat e mjaltit për shëndetin janë provuar shkencërisht dhe jo më kot. Ai njihet si ari lëngshëm. Pra, mira vite më parë mjalti ka qenë një zgjidhje kryesore kundër inflamacionit dhe shërimit të organizmit. Sipas të dhënave, një nga mënyrat më efikase dhe të thjeshta për të shfrytëzuar të mirat e mjaltit është konsumi i tij para gjumit. Ekspertët e mjekësisë popullore rekomandojnë një zëri ngrënien e një lugë çaji mjalt para se të shkoni për të fjetur. Mjalti mund të tretet edhe në çaj kamomili ose në qumësht të ngrohtë. Por vlera shëndetësore që do të keni nëse merrni një lugë mjalt para gjumit janë të shumëfishta si rënja në peshë. Nëse konsumohet në mbrëmje, mjalti ndihmon shumë në djegjen e yndyrnave, në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Duke pirë çajin me mjalt në vend të sheqerit do të parandaloni shtimin e peshës, do të ulni nivelin e sheqerit në gjak dhe triglicerideve. Studimet konfirmojnë se ngrënia e një lugë çaji me mjalt para gjumit frenon urinë gjatë natës. Kësaj mjalti ju ndihmon të humbisni peshë teksa jeni në gjumë. Mjalti për një gjumë më të qetë. Mjalti përmirëson cilësinë e gjumit, mungesa e të cilit mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore siç mund të jetë tensioni i lartë i gjakut, diabeti tipi 2, artrit, ishemi, sëmundje të zemrës. Nëse konsumoni një lugë çaji me mjalt para gjumit, ai do të rrisë lehtë nivelin e insulinës, e cila ndihmon në çlirimin e hormonit triptofan. Mjalti ndihmon edhe në rritjen e serotoninës, hormoni i humorit të mirë, kënaqësisë dhe gëzimit, si dhe melatoninës,
hormoni i gjumit të mirë. Një lugë mjalti ul nivelin e glukozës në gjak për një kohë të shkurtër. Mjalti mund të kombinohet me pak kanellë dhe të mirëmbaj nivelin dhe të parandalojë diabetin. Ai parandalon gjithashtu dhe alergjinë. Mjalti lufton alergjinë dhe forcon imunitetin. Këto aftësi atribuohen mjaltit të vërtet dhe jo atij të pasterizuar. Mjafton një lugë çaje me mjalt çdo natë për të shmangur alergjitë e shkaktuar nga poleni. Mjalti është një zgjidhje shumë e mirë edhe për imunitetin. Antioksidantët e mjaltit parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe forcojnë imunitetin. Nëse pini një lugë çaje me mjalt në mbrëmje, do të jeni plot me energji, do të mbroni rrugët e frymëmarrjes nga infeksionet. Një lugë mjalti ju ndihmon edhe kundër kollës dhe gjithashtu do të përforcojë më shumë organizmin tuaj. Mjalti është ndër ushqimet më të mira dhe më të preferuara për shumë persona. Kur kombinohet mjalti në mëngjes dhe konsumohet vazhdimisht, ju ndihmon në luftimin e shumë problemeve të ndryshme. Ai ndihmon në paksimin e reaksioneve alergjike pasi ka në përmbajtje të tij polen dhe lufton kundër anemisë. Qetëson kollitjen, parandalon edhe probleme të ndryshme të stinës siç është ftohja dhe gripi. Ndihmon në mënyrë natyrale të flini më mirë. Konsumi i mjaltit do të rrisë nivelin e serotoninës dhe insulinës, ndërsa trupi sistematikisht i konverton në melatoninë dhe kjo ndihmon të keni një gjumë më të rregullt. Konsiderohet si një zgjidhje natyrale dhe mund të jetë gjithashtu një produkt i mirë kundër të djegurave dhe ka përbërës antibakterial. Mjalti ka përmbajtje të madhe të antioksidantëve dhe kalciumit, prandaj ndihmon në përmirësimin e memorjes. Stimulon apetitin dhe gjithashtu lufton temperaturën, ndërsa konsiderohet si një shërues natyral për lëkurën, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Shumica prej nesh jemi të vetëdijshëm se mjalti mund të përdoret për të lehtësuar ftohjen dhe për të hidratuar lëkurën. Por ndoshta nuk kemi të vetëdijshëm që shkencëtarët e konsiderojnë si super ushqim për shkak të vetive të shumta që ka, të cilat nuk mund t'i keni dëgjuar më parë. Kombinimi i mjaltit me ushqim është i shijshëm dhe i shëndetshëm, por nëse konsumohet vetëm një lugë mjalt para gjumit, do t'i lini trupin të absorbojë të mirat që ka. Në këtë video, sipas health.com, do të rendisim disa nga produktet dhe përfitimet më të mira që mjalti mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Mjalti përmban nutrient të quajtur triptofan, hormoni i cili ndihmon në relaksimin e trupit dhe ju jep sinjale se është koha për të fjetur. Ndonse trupi e ka të nevojshme këta aminoacid, trupi nuk e prodhon në mënyrë natyrale, andaj duhet ta merrni duke konsumuar ushqime siç është mjalti. Gjithashtu mjalti është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga tensioni. Duke u kombinuar vazhdimisht në dietën tuaj, do t'i japë rezultate të kënaqshme në çdo aspekt, duke sjellë kështu edhe një histori më të mirë të ushqyerjes së shëndetshme dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Mjalti është një zgjidhje alternative shumë e mirë për trupin. Ai ka përfitime të shumta si brenda ashtu dhe jashtë organizmit. Kur për të lehtësuar plagët tuaja nevojiten trajtime, atëherë mund të përdorni mjaltin, sidomos në acarimet e lëkurës. Mjalti ka veti antiinflamatore, largon bakteri dhe mikrobe dhe stimulon sistemin urinar. Gjithashtu ai mund të përdoret si një mask për lëkurën. Ndryshe nga vajrat, mjalti parandalon tharjen e lëkurës. Ai mund të përdoret në të gjitha llojet e lëkurës dhe ka veti antibakteriale dhe trajton të gjitha problemet e saj. Ai mund të përdoret si një shampo natyrale. Mjalti shërben gjithashtu edhe për të pasur flokë të shëndetshëm. Në 200 ml ujë holloni një lugë mjalt dhe shplani kokën. Mjalti lufton zbokthin, yndyrën e flokut, i mban flokët të hidratuar dhe gjithashtu më të shëndritshëm. Përdorimet e mjaltit në bukuri janë nga më të larmishmet. Gjithashtu mjalti është një zgjidhje shumë e mirë për ushqimin e shëndetshëm. Ndaj ju ftojmë që ta konsumoni të paktën një lugë çdo ditë, qoftë në mëngjes ose në mbrëmje. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.